Денеска има голема чест да имам состанок со представниците, односно председателството на Унијата на медицинските сестри. Зборувавме за болеста COVID-19. Дознаевме кои се проблемите на медицинските сестри и персоналот медицински. Затоа јас од овај разговор мислам дека треба да излегувам со еден апел до сите медицински сестри да во овие моменти бидат свесни дека чинат големо дело. Исламската верска заедница ќе се труди да помага неизмерно во тие подрачја по која е компетентна. Значи, ако треба и материјално, и морално, и во сите аспекти на нашето ангажирање. Јас му се заблагодарувам на председателката на Унијата на медицинските сестри, што ете во овој состанок ми го објасни сите проблеми со кои се соочуваат нашите медицински сестри во работа. Јас апелирам да им се помага од сите страни, затоа што тие се директно во контакт со болните луѓе, а да бидеш директно со болните луѓе во овие моменти навистина е heroјsко дело. Sot pata nderin dhe fatin që të kemi një takim shumë të rëndësishëm me kryesin e Unionit të Motrave Medicinale, një shoqar që angazhohet për interesat, për mirëqenjen dhe mirëmbajtjen e punëve të motrave medicinale. Në këtë takim arritëm që të njohtohemi me të gjitha problemet me të cilat ballafaqohen motrat medicinale në këtë gjendje të jashtëzakonshme të përhapjes së smundjes COVID-19. Ne jemi të gatshëm si Bashki Fetare Islame që të japim kontributin ton kudo që kërkohet në këto momente vërtet të vështira për shoqërinë dhe njerëzit në përgjithësi, në veçanti në shërbim të ndihmës që të sëmurit sa më shpejt të shërohen. Marr parasysh se motrat medicinale janë drejt për së drejti në kontakt dhe në kujdesin e tyre ndaj të sëmurve, ne apelojmë që të japim kontributin ton kudo që gjindemi dhe kudo që veprojmë, sepse ato janë drejt për së drejti në kontakt me të sëmurit. Ne lusim të madhin Zot që motrave medicinale, personelit medicinal, mjekëve e kështu me radhë, t'ju jep vullnet të paluhatshëm, t'ju jep shëndet të plot, jetë të gjatë, t'ju jep durim në këto momente të rënda dhe të jenë të vetëdijshëm dhe të vetëdijshme se veprën që bëjnë ata në këto momente të vështira për të sëmurit nga COVID-19 është një vepër heroike dhe një vepër që e don i madhi Zot dhe se ata janë në mëshirën e të madhit Zot, sepse të jesh në shërbim të njeriu, në veçanti të shpëtimit të jetëve të njerëzve, është vepër e madhe dhe urdhër i Allahut fuqiplot. Ju falenderës shumë, apelojmë që të jemi në shërbim të personelit medicinal me qëllim që ata sa më mirë dhe sa më lehtë ta kryen detyrën e tyre.